Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Thoni lam të mirë qimeve të fytyrës njëre për gjithmonë. Kjo metodë do ju befasoj. Qimet e fytyrës janë një problem shqetësues për shumë gra të cilat duhet jenë të kuruara në detaje. Shumë prej tyre përballen me rritjen e qimeve në zonat e mustaqeve ose pranë veshit, por harojmë metodat e dhimbshme dhe të kushtueshme në eliminimin e tyre. Në këtë video do të mësoni se si të përgatisni një lloj paste magjike që të zhdukni qimet e fytyrës pa shumë dhimbje. Lajmi i mirë është se ju mund të përgatisni vetë këto maska edhe për më tepër nuk e acarojnë fytyrën. Ju duhen vetëm 3 përbërës të thjeshtë për të shpëtuar përgjithmonë nga qimet e fytyrës. Përbërësit që ju duhen janë një lugë gjedhe miell, një lugë çaj sheqer dhe një vezë. Përgatitja e kësaj recete bëhet në këtë mënyrë. Përzjeni mirë të gjitha përbërësit në një enë të vogël derisa të merrni një lloj paste. Sigurohuni që përzierja të bëhet ngjitse në mënyrë që të arrihet efekti dëshiruar. Aplikojeni pastën në fytyrë në zonat ku keni qime dhe e lini të veprojë për 15 minuta derisa të thahet. Pas kësaj hiqeni maskën duke e tërhequr atë. Lajeni fytyrën me ujë të pastër dhe rezultati do të jetë i mahnitshëm. Pasi të keni hequr qimet nga fytyra juaj, përdorni një krem hidratues. Ju duhet të përsërisni procesin kohë pas kohe për të siguruar që qimet të mos rishfaqen përsëri. Qimet e fytyrës janë një problem i cili mund t'ju kushtojë edhe pamjen tuaj të jashtme. Prandaj, për të realizuar maskat e duhura në kushte shtëpie, do duhet të ndiqni disa hapa të thjeshta. Flokët e padëshiruara në zonat e dukshme të trupit, si në duar, në këmbë, në fytyrë dhe në shpinë, janë një nga problemet kryesore kozmetike për shumicën e grave anë botës. Kjo ndodh për shkak të shumë faktorëve si mosbalancimi i hormoneve në trup, cikli pa rregull menstrual, përdorimi i barnave të caktuara, por edhe për shkak të shtatzanisë. Ne të gjithë e dimë se ka shumë teknika për të hequr qimet e padëshiruara, siç janë depilimi, heqja e qimeve me lazer, elektroliza e të tjera. Por ato janë të kushtueshme dhe nuk do të arrijnë edhe shumë gra që të i realizojnë. Për fat të mirë, ekzistojnë shumë receta të vjetra natyrale në dispozicion për të hequr me efikasitet qimet e padëshiruara nga pjesët e ndryshme të trupit. Të gjitha këto receta janë 100% natyrale, pa ndonjë efekt anësor dhe janë shumë të lira nga sa e mendoni dhe të disponueshme edhe nga klinikat e bukurisë. Në këtë video ne do ju paraqesim një nga këto metoda përmes të cilës mund të hiqni qimet e padëshiruara shpejt dhe pa efekte anësore. Për këtë recetë do ju duhen një lugë çaj jod 2%, një filxhan vaj dhe përgatitja dhe aplikimi i kësaj recete bëhet në këtë mënyrë. Përzieni përbërësit mirë dhe fërkoni zonën me qime me këtë përzierje për disa minuta. E lini ashtu për 5 minuta, më pas e fshini me leckë të lagur. Ky vaj do të ndalojë rritjen e qimeve më shpejt dhe gjithashtu do të ndihmojë edhe në zhdukjen e papastërtive të lëkurës. Nëse mendoni se qimet e padëshiruara janë makthi më i keq i femrave, nuk keni provuar ato të rriten në lëkurë dhe të infektohen. Kur poret janë të bllokuara, qimet e kanë të pamundur të dalin në sipërfaqen e lëkurës dhe në këtë mënyrë marrin një drejtim tjetër në rritjen horizontalisht. Pasi rrënja e qimeve inflamohet, në lëkurë fillojnë të shfaqen puçra të vogla të kuqe dhe të dhimbshme. Kjo gjë kërkon mjaft kohë që të kalojë vetë. Ndaj në këtë video, sipas Bright Side, do të mbledhim disa metoda natyrale se si të stimuloni daljen e qimeve në mënyrë që të hiqni ato më thjesht. Aspirina. Sipas një artikulli të botuar në Skinverse, aspirina e grimcuar mund të trajtojë në mënyrë efektive qimet e rritura në lëkurë. Acidi salicilik jo vetëm që redukton inflamacionin dhe shëron zonën e infektuar, por pastron edhe lëkurën nga qelizat e vdekura. Shtypni 3 deri në 4 aspirina dhe e përzieni me pak ujë sa të formohet një pastë. Aplikoni si maskë në lëkurë dhe masazhojeni lehtë me lëvizje rrethore. Një mënyrë tjetër gjithashtu është edhe përdorimi i kripës. Kripa vepron jo vetëm si një eksofilant për pastrimin e lëkurës, por gjithashtu nxit qarkullimin e gjakut në mënyrë që poret të hapen. Gjithçka që duhet të bëni është të përzieni gjysmë lugë gjedhe krip me një gotë ujë. Përdorni një top pambuku për të aplikuar drejt për drejt këtë përzierje në lëkurë. Të njëjtën gjë mund ta bëni edhe me sheqer dhe mjalë. Kompresat e ngrohta gjithashtu mund të stimulojnë gjendjen tuaj. Një copë e lagur me ujë të ngrohtë jo vetëm që do të hapë poret, por do të bëjë edhe më të lehtë depilimin e qimeve. Kështu do ta keni më të lehtë largimin e tyre dhe gjithashtu për të përmirësuar dukjen e lëkurës.
Qimet e fytyrës janë një makt i vërtet, sidomos edhe për femrat. Shumica e grave përdorin të gjitha llojet e trajtimeve për heqjen e tyre si depilimi, ruajtja, por ekspertët thonë se këto metoda janë krejtësisht të gabuara sepse mund të shkaktojnë edhe rezultate të kundërta. Këto metoda vërtet eliminojnë qimet për një kohë të shkurtër, por ato do të rriten dhe do të trashen më shpejt se më parë. Opsionet e tjera si trajtimi me lazer dhe elektroliza janë me të vërtet të efektshme, por ato mund t'ju kushtojnë një pasuri, kështu që mund të zgjidhni edhe metoda alternative. Të shikosh këto metoda alternative është një mundësi shumë e mirë për të arritur rezultatet e duhura. Duhet jeni të durueshëm, rezultatet do t'jenë të dukshme pas një kohe të shkurtër. Asgjë nuk mund të bëhet në vetëm një ditë. Është provuar se rritja e tepërt e çimeve të fytyrës shkaktohet nga rritja e niveleve të hormoneve mashkullore në gjak. Edhe pse të gjitha gratë kanë në këto hormonë në organizmin e tyre, nivelet e larta mund të çojnë gjithashtu edhe në shtimin e çimeve. Prandaj duhet të ndiqni edhe rezultatet më të mirë të recetave alternative. Nëse doni të ulni nivelin e hormoneve mashkullore në trup dhe të zvogëloni sasinë e çimeve në fytyrë, duhet të pini 2 gota çaj mente në ditë. Doktor Navin Tenaja, drejtori i Qendrës Kombëtare për Lëkurën, rekomandon këtë trajtim dhe garanton rezultate të kënaqshme. Vitamina B6. Kjo vitamin pengon rritjen e sekretimit të testosteronit, e cila nëse është e pranishme në sasi të lartë, mund të çojë edhe në rritjen e çimeve. Nëse doni të konsumoni më shumë ushqime të pasur me vitaminë B6 si bananet, peshku, patatet dhe lajthit, mund të reduktoni ndjeshëm qimet në fytyrën e femrave, citojnë ekspertët. Ndjekja e këtyre metodave alternative në kushte shtëpie sigurisht që do të japë rezultate fantastike edhe për të siguruar një dukje më të mirë të lëkurës, sidomos edhe kundër acarimit që mund të shkaktojnë qimet e fytyrës. Të kesh pak qime në fytyrë është e zakonshme dhe normale, por në disa raste, në fytyrën tuaj mund të shfaqen qime të errta dhe të ashpra dhe ju mund të gjeni veten duke u drejtuar piskatores pothuajse çdo ditë. Kjo gjendje pakëndshme quhet histruzizëm dhe shkaktohet edhe nga çekuilibrat hormonal. Edhe se depilimi dhe heqja e qimeve me lazer mund të ndihmojë, ato mund të jenë gjithashtu edhe jo të favorshme në rastin tuaj. Ndaj, për të ndjekur mënyrat alternative, mund të provoni rezultate të ndryshme edhe për të reduktuar gjithashtu edhe nivelin e hormoneve mashkullore në trup. Pini mjaftueshëm ujë. Të qenit i hidratuar është thelbësor për shëndetin dhe bukurinë tuaj. Pirja e mjaftueshme e ujit përmirëson metabolizmin tuaj, ndihmon lëkurën tuaj të qëndrojë më e re për më gjatë dhe ofron përfitime të tjera shëndetësore, duke përfshirë parandalimin e rritjes së tepërt të çimeve në fytyrë. Kombinimi 6 deri në 8 gota ujë të filtruar dhe konsumi i tyre në ditë mund të ndihmojë në përmirësimin e gjendjes suaj. Merrni parasysh akupunkturën. Akupunktura është një mënyrë e shkëlqyer për të çlodhur dhe për të lehtësuar stresin dhe përveç se të bëni të ndjeni të freskët, mund të ndihmojë në reduktimin e rritjes së padëshiruar të çimeve. Studimet kanë treguar se akupunktura mund të zvogëlojë densitetin dhe gjatësinë e padëshiruar të çimeve dhe të ulë nivelin e hormoneve mashkullore. Bëni më të mirën tuaj duke gjetur kohë për të ushtruar. Për shkak se të qeni mbi peshë kontribon në rritjen e tepërt të çimeve në fytyrë, humbja e vetëm 5% të peshës trupore mund të balancojë hormonet tuaja dhe të zvogëlojë qimet e fytyrës. Por siguroni të zgjidhni llojet e ushtrimeve që nuk e rrisin nivelin e testosteronit, si kardio dhe shmangni stërvitjen me intensitet të lartë, siç janë edhe ngritja e peshave. Përpiquni të eliminoni nga dieta juaj edhe yndyrat trans. Yndyrat të tilla mund të shkaktojnë gjithashtu rritjen e nivelit yndyror në trupin tuaj, çka do të nxjisë edhe rritjen e hormoneve mashkullore. Prandaj është e rëndësishme që nëse doni të humbisni kilogramet e tepërt nga trupi, duhet të reduktoni gjithashtu edhe ushqyesit e gabuar. Në këtë mënyrë duhet të ndiqni alternativa të duhura, të cilat në kushte shtëpie do ju sjellin rezultate fantastike për mbrojtjen e shëndetit të lëkurës, gjithashtu edhe në evitimin e çimeve të tepërta në lëkurë. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj estetik ose atij shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.